Ditët e Mjedës vijon sërish aty ku nisi në Kukël të Bashkisë Valdejës në shtëpinë Muzet Poetit të Madh të Letrave Shqipe Endre Mjeda. Në edicionin e 12 të tij, Ditët e Mjedës, ka mbledhur rreth tij studiues, përfaqësues të pushtetit vendor, ndërkohë që nuk kanë munguar as miq nga diaspora shqiptare. Drejtori i qendrës muzeore Endre Mjeda, Dominik Uggjini, ka folur për rëndësinë e këtij takimi, që këtë vit ka bashkuar dy figura, Endre Mjedën dhe Pjetër Budin. Mori për të punuar veprat e Budit dhe të Bogdanit. Ai i vlerësoi Pjetër Budin si poet i parë shqiptar, si letrajn poet, patriot, si luftarin e zjarrit për lirinë e vendit dhe veprën e tij si një thesar të vërtetë të gjuhës shqipe, do shprehej metodologu Mentorçuku. Mjeda arriti që veprën e Budit pas hyra të shfrymit, një pjesë të transkribuar, ta botoi pjesë të revista Leka në vitin 1932. E pranishme në këtë aktivitet ka qenë edhe dekania e Fakultetit të Shkencave Shoqërore Mimoza Priku, e cila deklaroi se ky vend është një mesazh që të qohet për çdo brez. Kur është puna për kulturën, gjithmonë universiteti është pjesë e këtyre eventeve dhe padyshim një prej promotorëve të këtij edicioni, që është edicioni 11 i Ditëve të Mjedës, është Dominika, i cili ka qenë vazhdimisht dhe vazhdon të jetë i lidhur me universitetin. Studiues dhe të ftuar janë dalur tek veçoritë dhe të përbashkëtat mes Budit dhe Mjedës. Nëpërmjet atij fati të madhërisëm, do thoya të Budit, që është i bashkë të Bogdanit, kemi shansin të themi që mesjeta nuk ishte tek, mesjeta solli dritën e fjalës shqipe. Të thuash ende sot e kësaj dite që poet Budi është përkthyes dhe përshtatës dhe jo poet, është të marrësh shumë përsipër. Në Kukël është kujtuar së bashku 450 vjetori i lindjes së Pjetër Budit dhe 150 vjetori i lindjes së poetit Endre Mjeda, dy kolos të letrave shqipe.